Maja e piramidës, siç e quajnë banorët e Tiranës, është një vend i shkëlqyer për të parë horizontin e kryeqytetit të Shqipërisë, që së fundmi ka tërhequr vëmendjen e shumë vizitorëve. Në një artikull të publikuar në Bloomberg, thuhet se ndërtesa e lartë e epokës komuniste për ish diktatorin Enver Hoxha, i cili sundoi vendin për më shumë se 40 vite pas luftës së dytë botërore, ofronte pamje të qartë të qendrës së qytetit. Nga atje mund të shihni siluetat katrore të blloqeve moderniste të apartamenteve të ndërtuara në sundimin e tij. Ato ndërtesa apartamentesh janë në hije nga ndërtesat e larta të stilizuara dhe vetë monumenti ka një shkëlqim të ri gjithashtu. Piramida e Tiranës tashmë është qendra e një kryeqyteti në lulëzim, pas një ndryshimi të profilit të lartë nga kompania MVRDV me qendër në Holand. Ish monumenti tashmë shërben si një lloj qendre hibride, kulturore dhe lidhje arsimore, një vend për të parë përpara, jo mbrapa. Pamja e re e rafinuar është një lloj mikrokozmosi për zhvillimin e një kryeqyteti, ku praktika perëndimore duhet të dominojë, ndërsa një bum ndërtimesh ka sjell vende pune dhe ka risjell rikonstruksione të rrugëve, shesheve dhe periferive, e ka ngritur gjithashtu shqetësimin se qyteti po sfidohet nga jashtë. Me një lartësi prej rreth 65 metrash në pikën e saj më të lartë, diku e mbuluar me mermer, piramida përmbante një statuj gjigante të diktatorit, e cila u përurua në vitin 1988. Ndërtesa duket sikur mund të zëvendësojë ministrinë e së vërtetës të George Orwell, një strukturë gjigante piramidale prej betoni të bardhë vezullues. Dhe ajo i shërbeu të njëjtit funksion si një glënkë e fundit autoritarizmi për qeverinë komuniste dhe të dhunshme, e cila kishte prerë lidhjet me Moskën, Beogradin dhe Pekinin dhe kishte qëndruar në pushtet edhe pas vdekjes së Hoxhës deri në vitin 1992. Në vitet në vijim, piramida strehoi një stacion radio, një klub nate të njohur dhe një bazë të NATO-s gjatë luftës në Kosovë fqinje. Përfundimisht ajo u rënua, por mbeti pjesë e jetës së qytetit. Të rinjtë e Tiranës shpesh ngjiteshin në anët e saj dhe rrëshqisnin për poshtë, një lloj ripërsëritje jo formale që bënte strukturën të dashur për vendasit. Në vitin 2018, me mbështetjen e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, qyteti i Tiranës angazhoi kompaninë holandeze të udhëhequr nga partneri themelues i arkitekti kryesor Uini Mas për të ridizenjuar piramidën. U pa si aq e rëndësishme sa vetë kryeministri Rama hapi projektin e përfunduar. Më e rëndësishme është se arkitekti Mas dhe ekipi i tij shtuan 32 struktura të mëdha shumëngjyrëse në formë kutie. Këto hapësira të reja fillimisht strehonin studio dhe klasa mësimi, por ato përdoren gjithnjë e më shumë për kafene. Ato duket sikur janë të vendosur rastësisht si brenda ashtu edhe jashtë ndërtesës, një përkulje stilistike ndaj banorëve që jetonin në territorin e piramidës gjatë viteve të saj të rënimit. Studio që mbeten një janë të shtrenjta për të marrë me qira, me çmime që arrin disa mijëra euro. Perëndimorët janë në ballë të bumit të dizajnit në Tiranë, së bashku me zhvillime të rëndësishme të udhëhequara nga investitorët e pasurive të paluajtshme, nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Kuvaiti. Por që nga viti 2022 pamja në Shqipëri ka ndryshuar, investimet e huaja direkte arritën në 1.44 miliard dollar, me kapital që rrjedh në pasuri të paluajtshme, energji dhe infrastrukturë. Ndërsa Shqipëria përgatitet për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, piramida është sigurisht ndër projektet më të ndritura qytetare që po riformojnë kryeqytetin e saj. Madje mund të argumentojnë për një arkitekturë të re urbane që nuk është as tepër nostalgjike dhe as e shkëputur nga e kaluara, në një vend tradicionalisht në kufinë e Evropës. Tirana moderne po krahasohet me një Rotterdam në Ballkan, ku dizajnet mbërslëndse nga arkitektët ndërkombëtar ndërthuren me peizazhin urban.